Kjo nisë më lindi në qytetin e Korçës, nga një rast i fundit në qytetin e Korçës, të një fëmije i cili fatmirësisht u kurua jashtetit dhe u shërua, por patjetër duke mbledhur fonde me fushatën e mbledhjes së fondeve. Lindi ideja për propozimin e një projekt ligji në parlament, pikërisht me qëllimin e kurimit të këtyre fëmijëve jashtë shtetit, por me fonde të shtetit. Jemi grup juristësh, jemi marrë me këtë projekt ligj, u pa legjislacioni aktual, u pan patjetër praktika të vendeve të BE-s e kështu me radhë dhe arritëm në një formulim të një projekt ligji i cili patjetër duhet firmohet nga 20.000 shtetas shqiptar me drejt vote, në mënyrë që të bëhet e mundur kalimi i tij për votim në parlament. Ka një ligj ekzistues që është ai i kujdesit i sigurimit detyrueshëm shëndetësor, i cili trajton se gjithë shtetasit e tjerë dhe fëmijët, por ky ligj i trajton këta si një target grup të posaçëm, përcakton procedura më të shpejta, afate më të shkurtuara, vetë institucionin, në momentin që rasti mjekësor shkon pranë institucionit shëndetit publik dhe është e pamundur trajtimi i sëmundjes, menjëherë institucioni aktivizojnë gjithë procedurën dhe fëmia shoqërohet në ato klinika ku shteti ka marrëveshje për të kuruar me shpenzimet e shtetit. Të ligji natyrisht ka efekte financiare. Nuk janë efekte financiare të rënda për buxhetin, bëhet fjalë për 0 pikë gjëra të vogla, shumë të vogla nga buxheti i shtetit. Ky efekt financiar në fakt është totalisht i çmëshëm, sepse duke llogaritur kostot që ka shteti me çdo trajtimi që ofron në kushtet e sotme. Duke llogaritur kostot e paaftësisë, të cilat shtihen gjatë gjithë jetës. Dhe çdo element tjetër të lidhur, domethënë qoftë aspekti social, shëndetësor, me këtë kuadër, normalisht kostot do të zerohen. Ne kemi parë që qytetarët janë të jashtëzakonshëm kur bëhet fjalë për solidaritetin për t'i ardhur në ndihmë fëmijëve, por kjo përgjithsisht ndodh me fushata. Fjala vjen ndodh me ato familje dhe me ata fëmijë të cilët nuk e kuptojnë se ç'do të thotë një fushatë ndërgjegjësuese, nuk e kuptojnë se ç'do të thotë të bësh një GoFundMe, nuk arrin dot të penetrojnë në ato që janë fondacione të cilat bëjnë punë të jashtëzakonshme, por e kanë limituar le të themi mundësinë e tyre për të ndihmuar. Ajo që kemi parë deri më sot është që edhe nëse ka disa kuadra ligjore që mund të mundësojnë këtë lloj trajtimi, ne kemi parë që përgjatë gjithë këtyre dekadave ja kanë dalë ta përfitojnë si shërbim ata të cilët kanë qenë zyrtar të lartë, që le të themi burokracia është shtyr edhe ja kanë dalë, por është bërë pothuajse e pamundur për qytetarin e thjeshtë për ta aksesuar këtë kuadër. Nuk ka pasur asnjëherë një hapësirë ligjore që t'i dedikohet fëmijëve 0 deri në 18 vjeç. Dhe ky është një propozim krejtësisht i ri për fëmijët, vendos institucionet në rol proaktiv. Në momentin që identifikon, institucioni vihet në lëvizje, pa pasur nevojën e aplikimit, pa pasur nevojën e ndërgjegjësimit që vjen nga familjar ose jo të një fëmije, po shteti jep zgjidhjet menjëhershme.